Në komunën Qafmali në Puk, banorët çdo ditë më shumë po dalin nga izolimi të zgjatur. Komuna ka kontraktuar 2 mjete burpastruese me të cilat është bërë i mundur zhbllokimi rrugëve në fshatra. Ne me kamerën tonë ishim në Orosh, njëri prej fshatrave më të kthellë të kësaj komune, ku kryekomunari Hilkola dhe banorët e këtij fshati tashmë cilësojnë të fituar sfidën përballë vdekjes që u kanosej në izolim. Ka vështirësi, megjithatë banorët e komunës tonë janë pak a shumë të mësuar sepse këtu bën dimër. Dhe problemet kryesore kanë qenë në hapjen e rrugëve për të bërë furnizimin, sepse nuk ishin përgatitur për një dimër kaq të egër dhe kaq të fuqishëm. Na nim po pat mundësi shteti në asil, me qenë zani fshat larg qytetit, ka nevojë për na nim to. Bashkëve zoti si Shtum do më për situas. Pa njëll me zërë të rreth. Si po e përballoni realisht? Mirë bëllë nësi në gjallë, mirë bëllë. E teksa rrugët e komunave Qerret, Qelze e Qafmali po hapen në këtë rreth, komuna e Ballës prej një muaji vazhdon në izolim, ndërkohë që asnjë mjet ende nuk është angazhuar për hapjen e kësaj rruge.